Ky është holli im I parë me njërin nga binjaket. Edhe sigurisht që është me rroba bebesh. Kam vendosur të gjitha në vase që t'ju tregoj me detaje, filloj me të parin që është një nga të preferuarit e mi. Edhe është ky këtu. Unë për vete nuk e imagjinoj dot bebet e mia të veshura kështu kaq elegante në ndonjë fest apo qoftë edhe në ndonjë foto. Kur ja kam treguar në fillim këto produktet në story në Instagram, kisha kaq shumë komente, a di sa ku I ke marr. Tani mund t'ja them se ku I kam marr, po mund edhe të shikojmë bashkë se si duken krahasuar me webin. Të gjitha detajet e fustanit janë fiksi në foto, unë I kam marr mas më të madhe, 9 për 12 muaj, kështu që vitin tjetër në të njëjtën kohë do e shikoni gocat e mia që do ecin me këto fustane të bukura. Është I treti edhe është fustani poshtë me këtë trikon sipër. Ky nuk është nga të preferuarit e mi, është I bukur, por do thoja më shumë për përditshmëri edhe nuk krahasohet me çfarë vjen më mbrapa. Në momentin që unë e shikoj këtë fustanin më vjen ndërmend vetëm filma anglez me princesha. Prisni se ka edhe çantën me këtë arushi. Arushi ja ndryshon pak stilin, por prap I shkon shumë. Ishte vetë këtë çantën, por sigurisht edhe mund t'ja ndryshojmë. Ja se si duket edhe me çantën. Këtë veshjen këtu nuk e di pse e kam marr kaq të madhe, se ideja ishte për bebe të vogla, po do kem gatruar masën me siguri. Si quhen këto? Tutin, po është goxha e trash, kjo copa me tyl, por ajo çfarë e bën më të bukur, edhe pse e zgjodha unë, ishte pikërisht kjo kapelja. Pra thash kam gabuar me masën, se ishte ideja t'ju bëja fotot tani kështu si bebe të vogla, me këtë kapelen me detaje, e cila unë imagjinoj vetëm fytyra bebesh, por ka ardhur më e madhe. E kam bërë unë, domethënë se s'erdhi vetë. Edhe produkti I fundit, shikojeni sa I bukur është, ngjan pak me atë të parin, po ai kishte krahët e gjata, por ky vjen me krah të shkurtra, pranveror ose vjeshtor, edhe siç mund ta kuptoni, nga shumica e fustaneve që kam zgjedhur unë, vinë në të njëjtën stil. Këto të katërt janë të preferuarit e mi. Të gjitha fustanet mund t'i gjeni tek Vojon. Është një website I cili ka produkte me çmime shumë ekonomike. Ju kam dhënë të gjitha kodet e fustaneve, por mund shikoni se ka pafund opsione të tjera. Këto ishin zgjedhjet e mia dhe 4 nga 6 totali I vlerësoj me 10. Keni edhe një kod ulje nga unë, I keni poshtë në description box.